Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashkë një ëmbëlsirë pa pjekje. Është thjesht puding në formë roleje i mbushur me krem. Përgatitet shumë shpejt, por ka sy sikur të keni përgatitur një ëmbëlsirë që jeni munduar goxha. Le të fillojmë nga puna. Për pudingun do të përdorim 2 lugë niseshte, 2 lugë miell. Një lugë kakao, një gotë sheqer, një kokër vezë të plotë dhe 1 litër qumësht në total. Qumshtin ja shtojmë pak si fillim, sa të trazojmë mirë vezën, sheqerin dhe miellin që shtuam, derisa masa të jetë një masë kompakte, pa grimca, pa kokriza, e trazojmë me pak qumësht si fillim dhe pastaj ja shtojmë të gjithë litrin. E vendosim në zjarr dhe do ta trazojmë vazhdimisht derisa masa të marrë val. Ndërkohë që masa sapo e kemi vënë në zjarr dhe s'ka filluar akoma të ngrohet sa duhet, ne do të bluajmë një paketë biskota. Këtë ëmbëlsirë mund ta bëni dhe duke përdorur vetëm pluhur kokosi. Siç e shikoni, masa ka filluar të marrë val, do t'i shtojmë pak gjalp, pothuajse 1 lugë ose gjysmë lugë gjalp dhe do t'i shtojmë 50 gram çokoladë. Do të shkrini si fillim gjalpin ose mund t'ia shtoni që të dyja njëkohësisht. Unë ja kam coptuar, jo në copëza shumë të vogla, në copëza të mëdha siç e shikoni, ajo do të shkri për një herë brenda pudingut dhe do t'i japi pudingut një shije më të mirë. Pasi jeni siguruar që e gjithë çokolada ka shkrirë në të, edhe pudingu u ka marrë val, pra ka filluar të nxjerrë ato flluckat në sipërfaqe, është okay, mund ta hiqni. Unë të dashur miq kam përdorur biskota sepse pluhur kokosi më gjendej thjesht vetëm një paketë dhe ajo nuk mjaftonte për tabanin e tepsisë së furrës. Për këtë arsye kam përdorur një paketë biskota duke e thërmuar në këtë mënyrë siç duket dhe në video. Pra e kam shtuar pluhurin e biskotave duke e përzier bashkë me pluhurin e kokosit, e kam trazuar mirë dhe e kam shtruar në tabanin e tepsisë. I shtojmë pudingun duke e shpërndar njëtrajtësisht mbi të, siç tregohet në video. Mirë është që shtrimin me biskota ta keni gati pasi pudingu të mbaroj, sepse pasi rri pak, tenton që të krijojë sipër pudingu, për këtë arsye është mirë që sapo ta keni fikur sobën, ta derdhni sipër direkt. Sipërfaqen e kam sheshuar me anën e një spatulle, por gjatë kohës kur unë e kam drejtuar të dashur miq, kamera më është fikur, për këtë arsye po ua tregoj edhe një herë për së dyti, domethënë, keni parasysh që ta rregulloni shpejt sapo e keni hedhur, sepse më pas nuk mpikset. Për pjesën kremoze unë do të përdor krem shanti. Kremi i shantit këtu është në formë pluhuri dhe përzihet me qumësht në raportin 1:1,5. Pra nëse unë kam përdorur 80 gram krem shanti, do të shtoj 120 ml qumësht. Pra raportin e ka një mas pluhur, një mas e gjysmë qumësht. Ju llogariteni sipas dëshirës. Në përgjithësi paketat e kremit të shantit janë të gatshme, unë kësaj radhe kam bler një paketë të madhe 1 litërshe, për këtë arsye e kam përzier vetë. Do ta rrihni për 3 minuta dhe do të kthehet në këtë masë. Kremi i shantit mund të jetë sade, mund të jetë edhe i ëmbël, pak i ëmbël.
Kremi i shantit që kam unë ka një shije shumë neutrale që nuk kishte hiç nevojë që t'i shtoje sheqer, për këtë arsye unë si kam shtuar. E shtrojmë mbi puding, e rregullojmë me spatull, nuk ka nevojë të shtoni shumë të dashur miq, një shtresë sa më të hollë është e mjaftueshme. Keni parasysh që masa e poshtme e pudingut të jetë ftohur plotësisht para se t'i shtoni kremin e sipërm, sepse nëse masa është e ngrohtë akoma, kremin e shantit do ta zbusë. Pasi e kam lënë një 20 minuta në frigorifer, e kam prerë, siç tregohet në video, në shirita të mesëm, jo shumë të hollë, në madhësinë e spatullës që keni, sepse sipas spatullës dhe do ta ktheni. Siç e shikoni, një fetë është në gjersinë e spatullës që unë kam dhe rretullohet shumë kollaj. Me dorë e ndihmoni pak, domethënë, ajo nuk është se ju ngjitet në dorë, sepse është me biskota, si që thash mund të përgatisni dhe thjesht me pluhur kokosi, jo me biskota, po dhe në këtë mënyrë del shumë i shishëm të dashur miq, sipas mundësive, çfarë ju gjendet në shtëpi, me atë mund ta përgatisni. Pasi e kam kthyer në një rulo, e kam prerë dhe në mes. Këto feta janë më se të mjaftueshme për një person. Pasi i kam rretulluar të gjitha në këtë formë, i kam kaluar në një enë tjetër ku mund t'i ruani në frigorifer për ditët në vazhdim. Del shumë e shijshme të dashur miq, ju sugjeroj që ta provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli dhe a u pëlqeu. Ky është dhe rezultati të dashur miq. Si që shikoni, në një tepsi aty më njanë i kam vendosur të gjitha fetat e rulove dhe i kemi gati për t'i shërbyer. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.